qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsoren e të dielës së dytë, koha e Pashkës. O hyma e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni, darkë të qengjit parafolës, të bardh e me ropë shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi i tij kreti shenjt në altar të kryqit flijuar, duke shijuar dhe gjakun ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoi trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga cile u shem feri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vëndër pranga dhe hapdyert e parajsës. Për herë ti rosh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mendje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Maria Magdalen dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për të ndëruar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Psalmi 110. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa ti vër miqtë tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krarori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesis do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lar do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Maria Magdalen dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për ta ndëruar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Antifona 2. Eja njerë shikoni vendin ku që vend zotria së vdekuri. Aleluja. Psalmi 114. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shenjtrorja e tij, Izraeli zotrimi i tij. Pa deti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, kodrat por si qengja delesh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju o male pse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qengja delesh. Dridhu o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që shndron shkëmbin në liçen ujrash, edhe qetën në burim ujit të gjallë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ejani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Antifona 3. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Kënga krahaso librin e zbulesës, kapitullin 19, rreshtat 1-7, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbim, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja.
Aleluja, lavdëroni hyn ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e druani të vegjël e të mëdhenj, aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyj ynë i gjithë pushtetshmi, aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti, aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni e lajmëroni vëllezrit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Leximi i shkurt të Romakëve, kapitulli 5, rreshtat 10 dhe 11. Në qoftë se u pajtuam me hyrjen në sajë të vdekjes së birit të tij, kur ende ishim armiqtë të tij, sa më shumë arsye një herë të pajtuar, do të shëlbohemi me anë të jetës së tij, dhe jo vetëm kaq. Ne e vëm burrin tonë në hyrjen në sajë të Jezu Krishtit Zotit ton, me anë të cilit tani fituam pajtimin. Kjo është dita që bëri Zoti, aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Mbas 8 ditësh, megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: Paqja me ju, aleluja. Kënga vigjës së lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brorit hyit, shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrezoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin shtëhan. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Mbas 8 ditësh, megjithse dyert ishin të mbyllura, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha: Paqja me ju, aleluja. Lutjet e besimtarve. Ta lusim Jezu Krishtin, i cili u ngjall prej së vdekurish dhe rinë të djathtë në atit. E me lutje të përzemërt i themi: O Krisht, ti që për herë jeton, dëgjona ne. Le të bjerë ndërmend o Zot për të gjithë ata që të shërbejnë ty, që popullit tënd t'i japin shembull të jetës së shenjtë. O Krisht, ti që për herë jeton, dëgjona ne. Jepua udhëheqësve të shtetit shpirtin e drejtësisë dhe të paqes, që këtu në botë, në familjen gjithnjerëzore, të mund të jetojmë në harmoni. O Krisht, ti që për herë jeton, dëgjona ne. Drejtoj ditët tona në shpëtimin ton dhe rrit e prodhimin e tokës, që të gjithë të mund ta kenë bukën e përditshme. O Krisht, ti që për herë jeton, dëgjona ne. O Krisht shpëtimtar, ti e shndritë mbar botën dhe çdo krijesë që i nënshtrohet shkatrimit e thirrë në jetë. Jepu vëllezërve tanë të drejtën ditën e amshuar. Të lutemi. O hyj mëshirës së pakufi, ti ringjall fenë e popullit tënd të shenjtë me kremtimin e përvjetshëm të Pashkëve. Shtoje në ne hirin tënd që ta kuptojmë për herë më mirë vlerën e paqmueshme të bagëzimit i cili na pastroi, të shpirtit shenjtë që na rilindi, të gjakut i cili na shpërbleu. Në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt për çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.